Unë e besoj në xhenet, po veç nëse vepran ku nuk duhesh me vepru, apo nëse ndalesh ku duhet me lëviz, kjo realisht tregon që ti në çka ke besuar Allahu. Ti ku je nis me shku kështu? Nëse ti nuk e respekton shenjat e komunikacionit, nuk respekton as shenjat e komunikacionit, nuk respekton për shembull shenjat ku është qyteti ku je nisi, thosh, apo thonë që të Prishtina, unë besoj këta që ka qenë, unë du me qitë një Prishtinë vetë, apo unë du vetë me shku me një Prishtinë, ku unë e mene që Prishtina, se që të Prishtina, ku këta dojnë, a mund me qënjeri, ku shkanë qënjeri, a mund dhe të nesër, unë e dashtë me shku Prishtinë, la, so kjo po me që dashtë ti, so kjo po me që po duone, qef po kamune, so shkjo pun me qef e po du, kjo pun me respektim të regullave, ka shene që njerëzit ka vendosë, do me shku Prishtinë që to sheja, hen që to mirë, shkan, ja thërë për shkup, a më thënë, se s'narë në Prishtinë mo, është e qartë. Edhe këtu e dikush, a më thënë, do me shku në gjeneta pa nëllë shaja, Allah hin djatë, hin majtë, nalë këtu, asë i shenë respektan, në fund, unë e inshallah gjenet se Allah është falës. Jo, vëllaj, kjo të gdhip, Allah, kjo është për gënështrim, pe i sot për të kalzoj që të rajtje, së është e vërtet, nuk është e vërtet, qëfar gjeneti kjo, a më thënë? Qëfar gjeneti, a më thënë? Namaz jo, sadak jo, agjerim jo, besim jo, me qka me të në gjenet më lati, me qa me të qua, a më thënë? Ne këtu në qërë qarta. Nëse aktiviteti njëriut është në shpërputhje me dhënjen, është koprac. Koprac edhe në besim, jo veç në veprim. Ka kopraci edhe në besim. Prandaj njëri që është koprac në besimin e tij, në mendimin e tij, në veprimin e tij, në sjelljen e tij, në komunikimin e tij, çysh kimë mri vëllai? Ku kimë shkolla? Nuk u më gjet lumturin, nuk u më gjet rahatin, duke njek rrugët e therrave dhe kaçupave ndryshme, s'mundesh Allah. E pa mund s'më është. Dhe Allah xhallahu ka thonë që kjo rruga e lehtësimit, ma letë është me dhonë, se mos me dhonë, përveç ku dëminut nga epshi. Ai që është diminuar, për shembull nga imani, ai që është diminuar nga frika për Allah xhallahu ala, e ka ma letë me falë sabon, a ma letë e ka me se falë sabon. Ma të të këshyre, përsh mush me lidhë mësë më falë, o Allah lem të falëna. E shë që e ka fështirë mësë më falë, ku 100 zërë e ka kamena, që falë. Pse? Pse aja është në rrugën që realisht lehtësimi që për para. Më nësinë në të kundërtën je. Këtë forcat synë ka anë e kundërt. Ti të me shku në tjetër anë, që ke boti? Ti e ke kërku lehtësimin, po e ke gjithë vështërsin. Për çfarë arsye? Nuk je orientuar në orientimin e duhur, si shku ka rruga e duhur. Kjo është e qartë.